Shqipëria, kampione e paradoksit, e para për pasuri natyrore, e fundit për mirëqenie sociale. Në vitin 2024, Shqipëria mban një titull të hidhur. Ajo është vendi me përqindjen më të lartë të personave në rrezik për varfëri ose përjashtim social në të gjithë Europën. Sipas grafikut të fundit që krahason shtetet europiane mbi këtë tregues, Shqipëria renditet e para me 42% të popullsisë që jeton në kushte të papërshtatshme ekonomike dhe sociale, shumë përpara vendeve si Rumania, 32, Turqia, 37 dhe Bullgaria, 30. Kjo shifër është jo vetëm alarmante, por edhe tragjikisht ironike po të kemi parasysh faktin se Shqipëria është ndër vendet më të pasura në rajon për sa i përket rezervave natyrore. Ajo ka lumenj të shumë, male të larta, pyje të dendur, bregdet të dyfisht me Adriatikun dhe Jonin, tokë pjellore dhe potencial të jashtëzakonshëm për energji të rinovueshme, në veçanti hidroenergji dhe diell. Madje, për nga numri i vogël i banorëve në krahasim me sipërfaqen dhe pasuritë që zotëron, Shqipëria do duhet të ishte një histori suksesi në Ballkan, në mos në të gjithë Europën. Ku po shkon gjithë kjo pasuri? Kjo pyetje ka për vite që qarkullon nëpër kafenet, rrjetet sociale dhe panelet televizive. Ndërkohë që fshatrat boshatisen dhe qytetet zmadhohen në kaos, ndërkohë që fermerët braktisin tokën dhe të rinjt haratisen në kërkim të një jete dinjitoze, Shqipëria vazhdon të pasurojë një pakicë të vogël që kontrollon burimet e saj më të vyra. Në vend që pasuritë natyrore të menaxhohen për të përmirësuar jetën e të gjithëve, ato shiten me çmime qesharake, jepen me koncesione afatgjata, apo mbulohen me skandale korruptive që kur nuk shkojnë deri në fund. Rajon që pret zhvillim, merr harres. Shqipëria ka potencialin për të qenë lider në Ballkanin perëndimor në fusha si bujqësia organike, turizmi natyror, energjia e pastër dhe eksportet minerare të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme. Por politika e brendshme e mbytur nga klientelizmi, korrupsioni dhe mungesa e vizionit ka krijuar një realitet tjetër, një shtet ku njerëzit vuajnë pavarësisht bollkut të pasurive përreth tyre. Shqipëria, vend i bekuar, i qeverisur keq. Fakti që vendi ynë kryeson listën për varfëri dhe përjashtim social nuk është një rezultat i fatit të keq, por një pasojë e keq menaxhimit të gjatë dhe sistematik. Qytetarët e saj nuk janë të paaft, toka nuk është e varfër, dhe klima nuk është armiqësore. Është politika, administrata dhe mungesa e ndershmërisë në menaxhimin e pasurisë së përbashkët që e kanë çuar Shqipërinë në këtë gjendje. Kur vendet me më shumë banorë dhe më pak burime si Çekia 12 dhe Slovenia 13-7 arrin të ofrojnë një nivel më të lartë jetese, Shqipëria nuk ka më justifikime. Koha për të kërkuar llogari. Këto të dhëna duhet të jenë një kampan alarmi për çdo qytetar. Ato janë dëshmi e një dështimi kolektiv që nuk mund të fshihet më pas fjalimeve patriotike apo investimeve fasad. Është koha që të kërkojmë transparencë për çdo liçen që shfrytëzohet, për çdo minier që jepet me koncesion, për çdo hektar pyll që digjet ose grabitet. Sepse Shqipëria nuk është e varfër, ajo është e vjedhur. Dhe sa kohë që kjo vjedhje vazhdon, grafiku i vitit 2024 do të mbetet një pasqyrë tragjike e një kombi që nuk jeton sipas potencialit të vet dhe kjo është më shumë se statistikë. Është turpi i një klase drejtuese që i ka kthyer pasuritë e vendit në mall për treg.